Katekizmi i Kishës Katolike. Mësimi zyrtar i Kishës Katolike, redaktuar sipas Koncilit të Dytë Ekumenik të Vatikanit, botuar nga Konferenca i Peshkvënore e Shqipërisë. Pjesa e parë. Shpallja e fesë. Fragmenti i një afresku të katakombëve të Prishilës, Rom, i fillim shekullit 3, paraqitja e parë figurative e Virgjërës së Shenjtë. Kjo figurë, një nga më të lashtat e artit të krishterë, paraqet misterin e mishërimit të birit të hyjit, që është në qendër të fesë së krishterë. Majtas, duket një figurë njeriu që tregon një yll, të vendosur mbi Virgjërën me fëmijën. Është një profet me gjas, Balami, i cili lajmëron që një yll po lind prej Jakobit. Një skeptër po ngallit prej Izraelit. Libri i Numrave, kapitulli 24, rreshti 17. Këtu simbolizohet pritja e beslidhjes së vjetër, por edhe përgjerimi i një njerëzimi të rënë për një shpëtimtar dhe shëlbues. Kjo profeci realizohet me lindjen e Jezusit, birit të hyjit të bërë njeri, të zënë për virtyt të Shpirtit Shenjtë. Atë e nxjerr në dritë Virgjëra Mari dhe u adhuron njerëzve. Tek ajo ne shohim shëmbëllesën më të kulluar të kishës. Seksioni i parë. Unë besoj, ne besojmë. Kur shpallim fen ton, fillimisht themi besoj ose besojmë. Prandaj, para se të paraqesim fen e kishës, ashtu siç dëshmohet të besojma, kremtohet në liturgji, jetohet në zbatimin e urdhërimeve dhe në lutje. Le të pyesim veten se çfarë do të thotë të besosh. Feja është përgjegjja që njeriu jep hyjit, që i zbulohet dhe i dhurohet. Duke i sjellë në të njëjtën kohë një dritë të bollshme, njeriut në kërkim të kuptimit të fundit të jetës. Le të marrim në shqyrtim së pari këtë kërkim të njeriut, kapitulli i parë, pastaj zbulesën hyjnore me anë të së cilës hyji i dëftohet njeriut, kapitulli i dytë, dhe në fund, përgjegjen e fesë, kapitulli i tretë. Kapitulli i parë. Njeriu është i aftë për hyjin. Dëshira për hyjin. Dëshira për hyjin është e brenda shkruar në zemrën e njeriut, sepse njeriu është krijuar nga hyji dhe për hyjin. E hyji nuk pushon si tërhequr i njeriun të vetvetja, dhe vetëm në hyje njeriu do ta gjejë të vërtetën dhe lumturinë që kërkon pa pushim. Arsyeja më e lartë e dinjitetit të njeriut qëndron në thirrjen e tij për t'u bashkuar me hyjin. Që kur lind, njeriu është i thirrur për të dialoguar me hyjin. Në të vërtetë, njeriu ekziston vetëm sepse është krijuar nga dashuria e hyjit. E prej dashurisë së tij është i ruajtur kurdoherë. Dhe nuk jeton plotësisht sipas të vërtetës, sepse nuk e njeh lirisht atë, edhe nëse nuk i besohet krijuesit të vet. Njerëzit, gjatë rrjedhës së historisë deri në ditët tona, e kanë shprehur në mënyrë të ndryshme kërkimin e hyjit, nëpërmjet besimeve dhe sjelljeve të veta fetare. Lutje, flijime, kulte, meditime e të tjera. Pavarësisht dy kuptimësisë që mund të kenë, këto forma shprehje janë kaq universale, sa që njeriu mund të përcaktohet si një qenie fetare. Hyji, prej një njeriu të vetëm krijoi mbar gjinin njerëzore, që ta banonte mbar sipërfaqen e dheut.
për të caktoj rendin e kohëve dhe kufit të vendbanimit të tyre, që ta kërkojnë hyjin e në ndonjë mënyrë që të mund ta gjejnë. Ai nuk është larg asnjërit prej nesh, sepse në të jetojmë, lëvizim e jemi. Vepra e Apostujve, kapitulli 17, rreshti 26 deri 28. Mirëpo kjo lidhje intime dhe domosdoshme me hyjin mund të harrohet, mund të shpërnjihet dhe mund të mbërri deri aty sa të mohohet haptas nga njeriu. Qëndrimet e tilla mund të kenë zanafilla nga më të ndryshmet. Rebelimi kundër së keqës në botë, mosnjohja ose indiferenca fetare, shqetësimet për këtë botë dhe për pasurinë. Shembulli i keq i besimtarëve, rrymat e mendimit në kundërshtim me fenë dhe në fund prirja e njeriut mëkatar për t'u fshehur nga frika para hyjit dhe për t'i ikur thirrjes së tij. Le të galdoj zemra atyre që e kërkojnë Zotin. Libri i Psalmeve 105:3. Në qovë se njeriu mund të harroj ose të refuzoj hyjin, hyji nuk lodhet duke thirrur çdo njeri për të kërkuar atë, në mënyrë që të jetojë dhe të gjejë lumturinë. Por një kërkim i tillë kërkon nga njeriu të gjithë përpjekjet e intelektit të tij, një vullnet të sinqert, një zemër të drejtë, gjithashtu edhe dëshmimin e të tjerëve që ta drejtojnë nga kërkimi i hyjit. Ti je i madh, o Zot, dhe më shumë i den për t'u lavdruar. I madh është pushteti yt dhe urtia jote është e pallogaritshme. E njeriu do të lavdëroj. Një grimcë e krijimit tënd e mbështjell me fatin e saj të vdekshëm. E mbështjell me provën e mëkatit të vet dhe provën që ti u bën ballë krenareve. E megjithatë, njeriu, një grimcë e krijimit tënd, do të lavdëroj. Ti vetë e nxit të kënaqet me lavdet e tua, sepse për vetën na krijove dhe zemra jon nuk gjen pushim derisa të pushojë në ty. Rrugët që çojnë në njohjen e hyjit. I krijuar në shëmbullim të hyjit, i thirrur për ta njohur dhe për ta dashur hyjin, njeriu që kërkon hyjin zbulon disa rrugë për t'i arritur në njohjen e hyjit. Ato quhen edhe provat e ekzistencës së hyjit, jo në kuptimin e provave që kërkohen në lëmin e shkencave natyrore, por në kuptimin e argumenteve konvergjente dhe bindëse, që lejojnë të arrihet në siguri të vërteta. Këto rrugë, për t'ju afruar hyjit, kanë si piknisje krijimin, botën materiale dhe personin njerëzor. Bota, duke u nisur nga lëvizja dhe nga shkaku veprues, nga kontingjenca, nga rendi dhe nga bukuria e botës, mund të arrihet në njohjen e hyjit si zanafill dhe si qëllim i gjithësisë. Shënpali në lidhje me paganët shprehet, çka mund të dihet për hyjin, njerëzit e kanë të qartë. Vetë hyji u ka zbuluar. E në të vërtetë, për kryemerit e tia të papashme, pushteti i tij amshuar dhe hynia, atje që prej krijimit të botës, mund të shihen me anë të mendjes në saje të veprave të tij. Letra drejtuar Romakeve 1, rreshti 19-20. Shën Augustini thot: pyet e bukurinë e tokës, të detit, të ajrit të ralluar dhe të përhapur kudo. Pyet e bukurinë e qiellit, pyeti të gjitha këto realitete. Të gjitha do të përgjigjen: na vështro, pra, dhe shiko sa të bukura jemi. Bukuria e tyre është si një himn lavdrimi. Këto krijesa kaq të bukura, sa do të ndryshueshme, kush i ka bërë përveç atij që është i bukur, në mënyrë të pandryshueshme. Njeriu me hapjen e vet ndaj së vërtetës dhe së bukurës, me perceptimin e vetës së mirës morale,
me lirinë e vet dhe zërin e ndërgjegjes, me aspiratën e tij për pafundësinë dhe lumturinë, njeriu pyet veten mbi ekzistencën e hyjit. Në këto hapje i percepton shenja të qenjes së vet shpirtërore, syth i amshimit që e mban në vetvete dhe që nuk mund të reduktohet vetëm te materia. Shpirti i tij nuk mund ta ketë zanafillën e vet përveç se të hyjë. Bota dhe njeriu dëshmojnë se ata nuk kanë në vetvete as fillimin e tyre të parë, as qëllimin e tyre të fundit, por marrin pjesë në aqenje që në vetvete nuk ka as fillim e as mbarim. Kështu nëpërmjet këtyre rrugëve të ndryshme, njeriu mund të arrijë njohjen e ekzistencës së një realiteti, që është shkaku i parë dhe qëllimi i fundit i gjithçkaje, dhe që të gjithë e quajnë hyj. Njeriu ka aftësi të tilla që e bojnë të aftë të njohë ekzistencën e një hyji me qenie personale. Por që njeriu të mund të hyjë në intimitetin e tij, hyji ka dashur t'i zbulohet atij dhe t'i jap hirin që të mund ta pranojë këtë zbulesë në fe. Megjithatë, provat për ekzistencën e hyjit mund të shërbejnë si përgatitje për fen dhe mund të ndihmojnë për të kuptuar se kjo nuk është në kundërshtim me arsye njerëzore. Njohja e hyjit sipas kishës. Kisha e shejt, nona jon, mbështetet në idenë dhe e mëson se hyji, fillimi dhe qëllimi i të gjitha gjërave, mund të njihet me siguri me dritën natyrore të mendjes njerëzore, duke u nisur nga gjërat e krijuara. Për këtë zotësi, njeriu nuk mund të pranonte zbulesën e hyjit. Njeriu e ka këtë zotësi sepse është i krijuar në shëmbullim të hyjit. Libri i Zanafillës, kapitulli 1, rreshti 27. Megjithatë, në kushtet historike në të cilat gjendet, njeriu e ka shumë të vështirë ta njohë hyjin vetëm me dritën e arsyes. Në të vërtetë, megjithse arsyeja njerëzore për të shprehur thjesht mund të arrijë realisht, vetëm me fuqinë të saj dhe me dritën e vet natyrore, të një njohje e vërtet dhe e sigurt të një hyji me qenie personale, i cili me provaninë e vet, për kujdeset për botën dhe qeverisë atë, e gjithashtu mund ta njohë një ligj natyror të brenda shkruar nga krijuesi në shpirtrat tanë. Prapse prap, vetë arsyeja ndeshet me vështirësi jo të pakta për ta përdorur në mënyrë të efektshme dhe me fryt këtë zotësi të vetë natyrore. Në fakt, të vërteta që kanë të bëjnë me hyjin dhe lidhen me marrëdhëniet që ekzistojnë nëpërmjet njerëzve dhe hyjit, e ka përcejnë në mënyrë absolute rendin e gjërave të kapshme nga shqisat. Dhe kur lind nevoja të zbatohen në veprat dhe të drejtojnë jetën, kërkoj një pëlqim të devotshëm dhe vetmohim. Shpirti njerëzor në të vërtetë, duke kërkuar rreth këtyre të vërtetave, gjendet në vështirësi në ndikimin e shqisave dhe të imagjinatës. Po ashtu, edhe për shkak të prirjeve të dobta të lindura nga mëkati i rrjedhshëm. Nga kjo del që në këto çështje njerëzit binden lehtë që është e rreme, ose të paktën e dyshimt, ajo që ata nuk do të dëshironin të ishte e vërtet. Prandaj njeriu ka nevojë të ndriqohet nga zbulesa e hyjit, jo vetëm mbi atë që ka përcen kuptimin e tij, por edhe mbi të vërtetat fetare e morale, që në vetvete nuk janë të pakapshme nga arsyeja, në mënyrë që në kushtet e tanishme të gjinisë njerëzore të mund të njihen nga të gjithë pa vështirësi, me siguri, të palëkundshme dhe pastër nga gabimet. Si të flitet për hyjin? Duke mbështetur aftësinë që ka arsyeja njerëzore për të njohur hyjin, kisha shpreh besimin e vet në mundësinë për t'u folur për hyjin të gjithë njerëzve dhe me të gjithë njerëzit. Kjo bindje qëndron në themel të dialogut të saj me religionet e tjera, me filozofinë dhe me shkencat, ashtu si dhe me jo besimtarët dhe me ateistët.
Me që njohja jonë e hyjit është të kufizuar, po ashtu është të kufizuar edhe gjuha jonë për hyjin. Nuk mund të flasim për hyjin, veç se duke u nisur nga krijesat dhe sipas mënyrës sonë njerëzore, që është të kufizuar në të njohur dhe të menduar. Të gjitha krijesat kanë një farë ngjajshmërie me hyjin. E në mënyrë krejt të veçantë njeriu i ka krijuar në shëmbullim dhe për ngjasim të hyjit. Përsosuritë e shumanshme të krijesave, vërtetësia, mirësia, bukuria e tyre, pasqyrojnë pra përsosurinë e pafundme të hyjit. Përjedhoj, ne mund të flasim për hyjin duke u nisur nga përsosuritë e krijesave të tij, sepse prej madhërisë dhe bukurisë së krijesave mund të njihet për analogji krijuesi i tyre. Libri i Urtisë, kapitulli 13, rreshti 5. Hyjit e kalon çdo krijesë. Prandaj gjuha jonë duhet të pastrohet vazhdimisht nga çdo gjë që e ka të kufizuar, imagjinare, të papërsosur, për të mos e ngatruar hyjin, pa shprehshëm, të pakuptueshëm, të padukshëm, të pakapshëm, me përfiturimet tona njerëzore. Fjalët e gjuhës njerëzore mbesin gjithmonë këtej misteri të hyjit. Duke folur kështu për hyjin, gjuha jonë sigurisht shprehet në mënyrë njerëzore, por e arrin vërtet vetë hyjin, edhe pse pa arritur që ta shprehë në thjeshtësinë e pafundme të tij. Në të vërtetë, duhet të kujtojmë se nuk mund të nxirret në pa ndonjë ngjashmëri nëpërmjet krijuesit dhe krijesës, po e vën në mes tyre një pangjashmëri edhe më të madhe. Dhe që nuk mund të kuptojmë nga hyji atë çka ai është, por vetëm atë çka ai nuk është, dhe zhvend zën qenjet e tjera në lidhje me të. Përmbledhje. Njeriu për nga natyra dhe për nga thirrja është një qenje fetare. Duke qenë se vjen nga hyji dhe shkon te hyji, njeriu nuk jeton një jetë plotësisht njerëzore, nëse nuk jeton lirisht marrëdhënien e vet me hyjin. Njeriu është krijuar për të jetuar në bashki me hyjin, në të cilin gjen lumturinë e vet. Kur do të jem i bashkuar me ty krejt veten time, nuk do të ekzistoj për mua dhimbje e mundim. Jeta ime do të jetë e vërtet, e gjitha plot me ty. Kur dëgjon mesazhin e krijesave dhe zërin e ndërgjegjjes së vet, njeriu mund të arrijë sigurinë e ekzistencës së hyjit, shkaku dhe qëllimi i çdo gjëje. Kisha mëson që hyji vetëm dhe i vërtet, krijuesi dhe Zoti ynë, mund të njihet me siguri përmes veprave të tij, fal dritës natyrore të arsyes njerëzore. Duke u nisur nga përsosuritë e shumëllojshme të krijesave, që janë shëmbullesa të hyjit pafundësisht të përsosura, mund të flasim realisht për hyjin, edhe pse mënyra e të folurit ton të kufizuar nuk mund të shterojë të gjithë misterin. Krijesa pa krijuesin zhduket. Ja pse besimtarët e dinë sa janë të nxitur nga dashuria e Krishtit, që t'u aqojnë dritën e hyjit të gjallë atyre që nuk e njohin ose e refuzojnë.